Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Palët e pakënaqura paraprakisht patën mundësi që t'u drejtoheshin panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe më pas Gjykatës Supreme. Ndryshim në rezultat të shpallur nuk është bërë nga vendimet që janë marrë lidhur me ankesat, andaj rezultati i lexuar ditën e shpalljes së zgjedhjeve është i njëjti me atë të certifikimit. Procesi i certifikimit vjen pas rinumërimit të plotë të votave të rregullta, për çka u mor vendimi pasi u gjetën mospërputhje në votat e kandidatëve për deputet. 10 persona janë dërguar në paraburgim, qindra të tjerë janë intervistuar në ndyshime për manipulim të votave dhe proceset hetimore gjyqësore pritet të vazhdojnë. Nuk është përjashtuar mundësia e hetimit edhe të kandidatëve për deputet. Sipas ligjit për zgjedhje, pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, presidenti Vjosa Osmani duhet ta thërasë mbajtjen e seancës brenda 30 ditësh.